I dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka kujtuar dhe na ka tërhequr vëmendjen se shumica e njerëzve nuk e shfrytëzojnë kohën siç duhet. Dhe ju mos u bëni prej atyre. Mos u bëni prej atyre që ju humb koha pa e shfrytëzuar atë. Mos e neglizhoni këtë çështje. Bismillahirrahmanirrahim. Koha, të nderuar xhamatllin, është nimet i Allahut Azza wa Jall. Është mirësi prej mirësive të shumta të Allahut subhanahu wa ta'ala. Koha është pasuria më e vlefshme dhe amaneti më i shtrenjtë, që duhet ruajtur dhe shfrytëzuar me mençuri. Allah i madhëruar na tregon vlerën e kohës në shumë ajete të Kur'anit. Dhe atë duke u betuar në të, duke u betuar në kohë. E Allahu nuk betohet vetëm se për gjërat që me të vërtet kanë vlerë të madhe dhe të shtrenjtë. Allahu betohet për ditën dhe natën. Betohet për mëngjesin dhe mbrëmjen. Betohet për agun dhe paraditën. Po, betohet edhe për kohën në përgjithësi. Allahu thot, wal asr, që do thot pasha kohën. Betohet për çdo pjesë të ditës dhe të natës, për të na treguar se çdo moment që kalon është pjesë e jetës sonë që nuk kthehet më. Për këtë arsye, është detyrë çdo besimtari që të jep vlerë kohës dhe mos ta humb atë. Koha është pasuri që me të duhet ta fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla xhelalu. Koha është pasuri që me të e përgatisim rrugën për në xhennet. I dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka kujtuar dhe na ka tërhequr vëmendjen se shumica e njerëzve nuk e shfrytëzojnë kohën siç duhet. Dhe ju mos u bëni prej atyre. Mos u bëni prej atyre që ju humb koha pa e shfrytëzuar atë. Mos e neglizhoni këtë çështje. Ai na thot, dy mirësi shumica e njerëzve nuk i shfrytëzojnë. Dy të mira që Allahu Azza wa Jalla u jep njerëzve, shumica e tyre nuk i shfrytëzojnë. Mashtrohen, duke i pas nën duar dhe nën kontroll, i humbin. Kush janë ato? Shëndeti dhe koha e lirë. Njeriu përderisa është i shëndosh, i duket se kjo është normale dhe e kalon kohën, nuk e shfrytëzon pra shëndetin për të bërë mirë. Ndoshta kur ta humb shëndetin, atëherë thot, ti shakon i fort, ta kisha pas shëndetin, do ta kisha bërë këtë. Gjithashtu edhe për kohën e lirë, thot s'kam kohë, dua ta bëj këtë, dua ta bëj atë, mirë po s'kam kohë. E ai me një farë kohën, ka pasur kohë, me një fazë tjetës ti, ka pasur ndoshta shumë kohë të lirë, por nuk e ka shfrytëzuar. Sa shumë kohë humbim në rrjete sociale. Sa shumë kohë humbim para ekraneve. Sa shumë kohë humbim në të thashet thënë dhe në biseda që nuk sjellin asnjë dobi. Në ndërkohë, ata që shfrytëzojnë ecin shumë përpara. Si në çështjet e dynjas, ashtu edhe në çështjet e ahiretit. Rinia, po jo vetëm, sa orë i kalojnë në lojra, si kur ta kishin darë një orë në ditë për mësim të Kur'anit për shembull, për 2 vjet do ta kishin kryer hifzin e Kur'anit, do të kishin me qenë hafiza. Ma të moshuarit, mos e humbni kohën në rrjete sociale. Mos e humbni kohën se ndoshta nuk ju ka mbetur edhe shumë.
mësoni leximin e Kur'anit, bëni dhikr, bëni dua, shkoni ma rregullisht në xhamia. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po na thot se për kohën e lirë Allahu do të na pyet dhe do të na gjykon ditën e Kiametit. Kohën e lirë, sot që ti nuk e shfrytëzon siç duhet, Allahu ka më të pyet për atë kohë. Pse nuk e shfrytëzove? Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, nuk do të lëvizin këmbët e njeriu ditën e Kiametit derisa të pyetet për jetën e tij si e ka kaluar. Si e ke kalu jetën, si e ke kalu kohën. Kjo do të jetë pyetje prej pyetjeve të para që do t'i bëhet njeriu në ditën e Kiametit prej Allahut azza wa jall. Hasan al-Basri rahimahullah thot, në ditën e Kiametit njeriu do t'i paraqiten çdo orë dhe çdo moment i jetës tij. Ditën e Kiametit njeriu do ta sheh çdo orë, çdo moment, çdo çast të jetës së tij do të i paraqitet. Dhe kur t'i sheh orët, kohën, momentet, çastet që nuk ka bë vepra të mira, ai do të mërzitet shumë dhe do të ndjej keqardhje të thellë. Pse se kam mbush atë kohë me vepra të mira. E kam pas mundësinë. Si e lash me më kalu jeta kështu? Gjithashtu ka thënë, kam njohur njerëz, Hasan al-Basri rahimahullah thot, ankohet për në kohën e vet, edhe pse në atë kohë shumë ma shumë e kanë shfrytzuar se sa tash. Kam njohur njerëz thot që ishin më të kujdesshëm për kohën e tyre se sa ju që jeni të kujdesshëm për dinarët dhe dirhamet tuaj. E kanë shfrytzuar kohën, edhe kanë çmuar atë më shumë se sa arin edhe argjentin. Ibn Ayyashi, një dietar i madh, thot, nëse dikush prej jush e humb një dinar, tër ditën e përmend atë dinar. Tër ditën do të mërzitet dhe e kërkon ndoshta mos do ta gjejmë në ndonjë çoshe. Po as pak nuk mërzitet se gjatë asaj kohe që e lypi e ka humb një ditë të gjatë që kishte mundur të fitoj shumë më shumë se sa dinarin që e ka humb. Pra dinarin që e ka humb e lypën gjatë ditës. Ndërsa gjatë ditës ai kishte mujt me fitu shumë më shumë se sa dinarin. Pse jemi të lidhët atë shumë për gjëra që e kanë vlerën? E kanë vlerën e vetë. Mirë po, krahasim me vlerën e kohës e kanë shumë vogël. Koha na kalon si kur mos kishte pas vlerë asnjë tro. Të parët e muslimanëve e dinin vlerën e kohës dhe e kanë shfrytzuar maksimalisht për ta mbushur me punë të mira. Shembullin më të mirë kemi Ebu Bekrin radiallahu anhu, ku një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam i pyeti sahabët, kush prej jush është agjerueshëm sot? Thuhet se ka qenë në mëngjes, herët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i pyet sahabët, kush prej jush sot është agjerueshëm? Ebu Bekri radiallahu anhu thot, unë ja Rasulullah. Pastaj thot, kush prej jush e ka përcjell një gjenazë? Thot Ebu Bekri, unë ja Rasulullah. Thot, kush prej jush e ka vizitu një të smur? Ebu Bekri thot, unë ja Rasulullah. Thot, kush prej jush e ka ushqy një njeri të varfër? Ebu Bekri thot, unë ja Rasulullah. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kur të mblidhen gjithë këto punë, gjithë këto vepra tek një njeri, ai njeri vetëm se do të hyjë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Pra në një kohë shumë të shkurt, një paradite, Ebu Bekri radiallahu anhu ishte agjerueshëm, kishte përcjell xhenaze, kishte ushqy të varfër dhe kishte vizitu të smur. Ndoshta neve na duhen një muj apo më shumë për t'i bën këto 4 gjëra. Ai ka bën për një paradite. Ai e ka shfrytzuar kohën për atë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka quajt njeriu më i mirë mas pejgamberëve. Është pyetur një nxënës dije për hoxhën e tij, Hamad ibn Salama.
Si e ka kalu kohën Hamad ibn Seleme? Nxënësi i tij, nxënësi i afërt, thot: nëse them se nuk ka qeshur kur, nuk e teproj. Nuk ka qesh asnjëherë. Jo pse s'bën të qeshet, mirë po nuk ka pas kohë. Thot ai kohën e tij e kalonte mes dhënies mësimit, transmetimit haditheve, leximit, për kujtimit Allahut edhe namazit. Ai mësonte, kur e mbaronte mësimin, transmetonte hadithin, prej transmetimit hadithit kalonte në tesbih, në namaz, në dua, dhe tër kohën e ka pasur kështu. Pra nuk ka pas kohë ai me u marr me diçka tjetër. E ka mbush kohën me gjërat më të vlefshme që mund të mbushen. Pastaj i thot ky, a thu, si do t'i vjen fundi këtij dietarit madh, Hamad ibn Seleme? Si do t'i vjen fundi? Ai nxënësi i thot, njeriu vdes në atë gjendje se si ka jetu. Edhe transmetohet se Hamad ibn Seleme ka vdekur në xhami duke fal namazin. Të nderuar xhamatllin, koha po kalon shpejt, ditët, javët, muajt, vitet po fluturojnë. Ta shfrytëzojmë kohën që po jetojmë, se nuk i dihet edhe sa jemi gjallë. Nuk dihet a ka nesër për të gjithë. Një njeri i urtë kishte thënë, dita e djeshme ka kaluar me ndodhite veta. Ka kalu, ka mbaru. Dita e nesërme mund të mos vi për të gjithë. Vetëm dita e sotme, momentet që po jetojmë, janë në dorën tonë, prandaj t'i shfrytëzojmë ato. Allahu na falt, Allahu na mëshiroft, aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li.